dua e ftoj në studio Sabina. E që më kujtove me këto batutat. Ka ndonjë burgjë, nuk trafton, ka ndonjë. Përshëndetje. Ke gjetur ndonjë në E kam thënë batutën para 6 vitësh, dhe tani është bërë, e ka hapur krahun fare tani. Gjithë në dhja, më keq është bërë, sa vjen dhe bëhet më keq. Këta si që se këta burrat na morën mendje. Tani nga terapia tek ajo që s'ka burra, deklaratat e mia gjithmonë keq kuptohen, megjithatë do t'rregojmë të jem pak më do kujdesem që të jem pak më e përmbajtur në ato që them, sepse ndonjëherë më keq interpreton publiku, por në fakt nuk kam asgjë me të keq. Kështu që dhe unë them që ti nuk e se kufizon veten. Absolutisht. Unë jam kjo Sabina gjithmonë spontane, kjo Sabina që e thot gjithmonë atë që mendon dhe ka të drejtë në atë, pavarësisht se treçeku i shqiptarëve nuk e pëlqen, po tani nuk do na pëlqen të gjithë. Ose do ta marr ashtu se ashtu e pëlqen Sabina, kështu që faleminderit që jemi së bashku, më kishte marrë malli për studion tuaj, si gjithmonë shumë e bukur. Faleminderit. Nuk e di, po të marrësh pjesë në ndonjë kampionat, shpejtësi të folurit, duhet të jesh shumë afër. Jo, ndonjëherë thyrës ndonjë rekordi. E vërtetë është, po ndonjëherë harroj dhe më duket sikur jam në emisionin tim dhe vazhdoj marr drejtimin edhe moderimin e emisionit. Jo, nuk harroj unë që jam në timin. Mos ki merak. Kur vjen puna tek pushimet, je njeri kështu i rrëmbyer, nisesh pa një pa dy edhe në mes të natës, nëse ta shkrep me ndonjë shoqë apo ndonjë shok. Po jo, përgjithsisht jam njeri që bëj plane, se dua të jem me organizuar me çdo gjë, kështu që nëse ka një gjë që kam pasionet mia janë udhëtimet dhe nëse ka unë nuk shpenzoj shumë për rroba të shtrenjta, për gjëra luxury që mund të ndodhin jetë, aq shumë sa të shpenzoj për udhëtimet dhe çdo gjë, çdo investim tek udhëtimet nuk mendoj kur që është i gabuar. Kultura të reja, histori të reja, ndodhi të reja, të qeshura pafund, s'ka histori, ti shkëputesh pak nga rutina dhe për të parë dhe për të njohur vende të reja, kultura të ndryshme, njerëz të rinj, kështu që më duket shumë interesante dhe nëse ka një dhuratë të mirë që mund të më bëni është pikërisht një biletë udhëtime. Faleminderit. Kjo është Sabina. E juaja Sabina. Kjo është një ndër fotografitë e përzgjedhura që kemi. Dhe jemi në Matera të Italisë, qyteti më i vjetër i Italisë, ka qenë udhëtimi para 3 muajve. Është i freskët. Është i freskët, po. E kisha parë gjithandej në rrjet, qytet fantastik në Itali, shumë i bukur dhe kam qenë me një mikeshën time që kemi kaluar një kohë fantastike. Megjithatë të qeshurat në këtë udhëtim, shiko se kur i tregon historitë në moment, nuk mund të qeshesh aq shumë sa që ke përjetuar. Se lidhen me situatën në momentin. Megjithatë unë jam Instagrammable girl dhe kisha parë një palshkallë në Matera që bënin të gjitha këto influencerat, foto, video dhe aty ishte pamje fantastike. Mirë, po tani gjithë Matera është me shkallë dhe hajde kërko ato shkallët në Matera, shkallët që kërkoja unë. Kisha bërë një screenshot e një foto dhe pyes gjithandej që ku janë këto shkallë. Ku janë këto shkallë? Pyesim me atë mikeshën time tek një studio fotografike dhe ai na thotë që jeni pak larg, do ecni thot 20 minuta, na tregon rrugën. Italishtja ime e mirë deri diku e kuptova, okay, ndërkohë hapja dhe Maps në Google. Shkoj eci 20 minuta derisa ta gjej dhe sigurisht nuk e gjeta. Pyes përsëri, hap Mapsin, më tregonte që duhet të kthesha përsëri mbrapa, pyes në një vend tjetër. Mund të kemi pyetur 7 ose 8 veta aty dhe përsëri nuk gjenim dot shkallët e famshme. Mirë, po kishte diçka që unë pretendoja të bëja foton aty dhe kur shkova unë sigurisht kishte rënë dhe dielli dhe drita dhe çdo gjë. Dhe foto tjetër nuk e di nëse na ndihmon regjia. Foto tjetër që është realizuar apo video që është realizuar ka qenë skandaloze dhe është fiksja të memit që çfarë pret dhe çfarë ndodh në të vërtetë. Kështu që këto kanë qenë të qeshura pafund që ne nuk gjenim dot rrugën. Po ti gjeta ama. E gjeta po larg pritshmërive. Pas dy orës do ta gjeja se pasi rast tani të më çosh në Matera me sy mbyllur e gjeti gjithë Materën, ai shumë sa kam udhëtuar në atë shkallë. Kështu që kushdo guid të specializuar mund të kontaktoj. Po qyteti është shumë të bukur dhe tashmë sigurisht kur ti shkon, patjetër që ka shumë probleme për të gjetur në një vend të panjohur të gjesh ato rrugica që unë kërkoj për Instagramin. Fiks për Instagramin. Dhe pasi ishim lodhur gjatë gjithë ditës e kishim parë muzeume dhe çdo gjë tjetër, të kërkosh edhe shkallët ishte shumë e tepruar për mua që doja të isha në Instagram, ajo vajza e Instagramit. Te kur i gjen s'ka diell. E vërtetë. S'ka diell. Okej, këtu jemi në Dubai. Dubai. Po, në lindjen e mesme dhe padyshim ka qenë një nga udhëtimet më të bukura, pak më të shtrenjta që kam shpenzuar më tepër, por jemi kënaqur pafund. Kam qenë me shoqen time të ngushtë dhe sigurisht që
Dubai ka të pjesën e vetë të një jetë luksoze, të një jetë ndoshta, por larg realitetit që ne jetojmë, por sigurisht i bukur për të vizituar një herë në jetë dhe për të parë një qytet i ndërtuar në 20 vite pa histori, por qartë se këto thosha, domethënë, imagjino kontrasti nga Matera, domethënë qyteti më i vjetër në Itali dhe çfarë historie, domethënë mbartin gjithë ato gura, ato mur në Dubai. Në 20 vite, çmendurimet çfarë ishte bërë me të gjitha ndërtesat kolosale të Dubait dhe sigurisht me një jetë luksoze të çmendur dhe të shfrenuar të rinjve, të çunave të bukur, të gocave shumë seksi dhe çdo gjë tjetër që siç e dim të gjithë. Dhe sigurisht ishim për darkë me një ndodhen shumë gjëra, po jo tregoj vetëm këtë, ishim këtu jemi në një sekondë dëgjojmë shumë gjëra që ju mendoni. Tani ishim me një shoqën time dhe sigurisht që çunat pa diskutim që ngacmonin gocat, vërtiteshin, kalonin për restorante të shtrenjta, me makina të shtrenjta dhe ne dalim nga restoranti. Në momentin që dalim nga restoranti, ishim duke pritur taksin për të kthyer tek hoteli. Dhe sigurisht që ndalon një makinë dhe unë s'postohem pak më këtej, jo si për të bërë si ndershme, po nuk e di pse, po merresha me telefonin, nuk e di dhe dikush nga ata i tha po, dikush nga këta çunat që ishin shumë të mirë duhet thënë, çuna të bukur king, e ndalon shoqen time dhe i thotë që can I have your snap, mund të kem snapin tënd? Edhe ajo më thotë po, mund të kem snapin, sepse snapi sigurisht e dini që aplikacioni i bisedave që fshihen, patjetër i bisedave qartë. Domethënë, kohëve të fundit edhe kërkohet snap. Edhe më thotë, çfarë të bëj, po jepet që gocë beqare, ndoshta edhe për një kafe në Dubai ose whatever për çfarë do lloj gjëje, kështu që mund t'ja japësh, asaj i pëlqeu, ishte shumë nice. Ne erdhi taksia, morëm taksi dhe ikëm. Ikim te hoteli, nuk më bëri jetë ai çuni, tha. Po ndoshta ta ka kërkuar koti, thash unë, se kush e di. Kaluan 5 ditë në Dubai dhe ne kthehemi në Shqipëri. E thot, po mirë me sabi, thot, si s'na bëri ai dhe ma mori, për çfarë ma mori kot? Po nuk e di, thash, shife se mos të ka bërë dhe mos ndoshta ke kaluar. Kur hap telefonin, shikon që kishte dhënë adresën gabim. Dhe ti pas të gjithë gjës që ti shkon aty, si mund të jesh domethënë një njeri kaq i humbur, të ndëthojza, sa ti të shkosh dhe të vinë ndoshta një mundësi mund të ishte mundësia e jetës ose nuk e di, por thjesht nuk ka qenë si ishte shkruar, nuk ishte shkruar për të qenë mundësia e jetës. Se kështu më pëlqen mua ti them sa ne duam të ishim përgjegjësit nga vetja jonë, ja faturojmë fatit që nuk ishte e shkruar. Po sigurisht se po ti je aq e humbur sa të japësh një adresë të gabuar, nuk do të jetë e shkruar. Kështu që sigurisht që mund të ndodh. Kështu që këto e kanë qenë. Kemi bërë shumë gjëra të bukura në Dubai, megjithatë, për pjesa më e madhe e shqiptarëve besoj që e kanë vizituar dhe dinë se funksionon. Një nga gjërat më e madhe jo, një pjesë e madhe, një pjesë në atyre që udhtojnë. Me çfarë shikojmë edhe në Instagram dhe që udhtojnë dhe që duan të eksplorojnë vende të reja, po, megjithatë, të paktën një gjë që ne nuk e dinim, shumë rezervime duheshin bërë online sepse ishte fully booked në të gjitha momentet dhe sigurisht që duhet të kishte bërë planifikime. Derisa këtu është e pa diskutueshme që je në Barcelonë. Është e pa diskutueshme, e njohin Barcelonën. Ky ka qenë udhëtimi më fantastik që unë kam bërë, sepse ishte, unë jam siç thash jam njeriu i planeve, ashtu jam edhe njeriu shumë kokëkrisur. Ky ka qenë udhëtim 4 ditor që unë kam qëndruar 4 ditë vetëm në Barcelonë. Unë isha me